Angli, përdonuesi 14 vjeçares mos më ekstradoni në Shqipëri vuaj nga depresioni, zbulohet vendimi i gjykatës. Ministria e Drejtësisë ka fituar një betejë ligjore në gjykatën e lartë në Londër për të ekstraduar një shqiptar i dënuar për përdhunimin e një të miture në Bulqiz në 29 shkurt 2016. Juristët e Departamentit për Marrëdhëniet me Jashtë në Ministrinë e Drejtësisë së bashku me juristen britanike Amanda Bostock rrëzuan pretendimet në apelin e incizuar nga Denis Havalja, i cili synonte bllokimin e ekstradimit drejt Shqipërisë. 37 vjeçari shqiptar është dënuar në mungesë nga gjykata e Matit në vitin 2017 me 5 vite burg për përdhunimin e një vajze 13 vjeçare, vendim i cili u la në fuqi nga apeli një vit më pas në Tiranë. Në vendim të gjykatës Matit tregohet se viktima i tha policisë se ishte duke shkuar në shkollë kur një makinë Land Rover u ndal dhe drejtuesi e mori me forcë brenda. Për t'i shpëtuar drejtësisë shqiptare, ai shkoi në Angli dhe përdorte emrin Dashamir Havalja. Në vendim gjykatës së lartë në Londër tregohet se ai në vitin 2015 do të dënohej me 18 muaj burg për shpërndarje droge dhe do të dëbohej. Rikthehet përsëri në Angli dhe përsëri dënohet në 13 prill 2023 me 6 muaj burg për goditjet të një punonjësi të emergjencave. Në përfundim të këtij dënimi, ai u çua në një qendër dëbimesh nga ku zbulua se ishte në kërkim prej Interpol Tiranës. Gjykata e ekstradimeve Westminster Magistrate Court në 6 dhjetor 2024 lejoi ekstradimin, por Denis Havalja e apeloi në gjykatën e lartë. Sipas vendimit të gjykatës së lartë në Londër, avokatët e tij të kaluan të bllokojnë ekstradimin me argumentin se gjatë qëndrimit në burg në Angli, ai prej maj 2025 ka pasur çrregullime, seanca me mjek të shëndetit mendor dhe është diagnostikuar se vuan nga një çrregullim i përzier ankthi dhe depresioni. Gjykatësia ka rrëzuar apelin duke i dhënë dritë jeshile Ministrisë së Drejtësisë për ekstradimin e tij në Shqipëri.